Prej disa ditësh vendi ynë është prekur nga moti i keq me rreshje shiu dhe dëbore. Situata më problematike pareqitet në qarqet Shkodër, Vlorë, Lezhë, Durrës, Fier, Berat dhe Gjirokastër. Gjatë orëve të fundit ka patur rritje të niveleve të lumenjve në disa qarqe të vendit, duke shkaktuar përmbytje të tokave bujqësore dhe banesave, rrëshqitje dherash, dëmtime infrastrukturore dhe bllokime rrugësh. Qarku Shkodër ka një rritje të nivelit të ujit në fshatin Obot me rreth 60 cm mbi rrugën kryesore. 15 banesa të rrethuara nga uji në vaun e Dejës. Në disa fshatra të Malësisë së Madhe ka rrugë të bllokuara dhe prezencë uji. Në bashkim Fusharrës janë evidentuar shkarje dherash dhe rënje gurësh. Në qarkun e Lezhës, rreth 3000 hektar tokë bujqësore janë në ujë. Është bërë evakuimi 2 familjeve, një në fshatin Ishull Shëngjin dhe një në fshatin Kakariq. Rreth 100 banesa janë të rrethuara nga uji, kryesisht në njësinë administrative Dajç, Babulloj, Balldrand dhe Shënkoll. Në qarkun e Vlorës, niveli i lumit Vjos në Novosel ka kaluar 8 metra. Janë evakuuar 13 familje pranurës së Mifoli dhe në Novosel. Në qarkun e Durrësit po punohet përheqjen e ujit në rreth 800 banesa dhe objekte, veçanërisht në zonën e Burgut, Ish-Kënetës, Shkozet dhe Nishtull. 250 persona janë strehuar në shtëpinë e pushimit ushtrisë në Durrës dhe 55 persona të tjerë janë strehuar në kavaleshencën e Ministrisë së Brendshme. Në qarkun e Gjirokastrës, si pasojë e rreshjeve të dëndura, ka rrëshqitje dherash në aksin Tepelen-Gjirokastër, ku qarkullimi është i kufizuar, po punohet për rikthimin e energjisë në disa zona malore. Nivelet të larta të lumit Vjos në Memaliaj dhe Përmet. Ministria e Mbrojtjes ju bën thirrje të gjithë banorëve në zonat e prekura, të ndjekin udhëzimet e autoriteteve vendore dhe të mbrojtjes civile, të shmangin lëvizjet e panevojshme, veçanërisht në zona të përmbytura ose me rrëshqitje dherash, të raportojnë menjëherë çdo situatë rreziku pranë strukturave përgjegjëse, të bashkëpunojnë në rastet e evakuimit për garantimin e sigurisë së jetës dhe pronës.